Ja, ku jemi në studio për sëri. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Dashu. Si e sot? Jemi shumë mirë. Së zori gjumë të, se sot ako është në gjithë për gjumë. Ashtu thua jo. Mosha jonë atë po diskutojnë për para. Zjarët herët. Po, sepse frim dhe herët. Të bëthonim që kështu duhet të jetë. Kemi kaluar në një tjetër fazë. Të dashur Anvisa, ju përshëndes si gjithmonë dhe juftoj këtu te këndi i negatimit për të parë receta që do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë me produktet e kompanisë Neranzi? Ne sot do të bëjmë një tiramisu, por jo ajo tiramisuja, domethënë e zakonshme që bëhet me atë kakaon sipër. Neve sot do ta sjellim me lëng dhe cipën e limonit. Pra tiramisu limoni, më të lehtë. Dhe sigurisht kjo lloj tiramisuje shoqërohet shumë mirë me peshk. Dhe ne do të bëjmë një, si thua, peshk salmon me makarona. Ne pas të zjetur mirë këto receta sot. Dhe nëse do të na ngeli kohë, kemi peshk ton, për ata që kanë qef, me thënë që ta shijojnë peshkun e tonit, me një pilaf që do ta bëjmë me gjysmë, do me thënë një filxhan oriz dhe gjysmë filxhani makaronat, këto makaronat të cilat janë në formë elbi. Me thënë edhe bëhet një pilaf shumë i mirë, duke përzierë edhe me peshk ton, pastaj më mbrapa na jep një shije shumë të mirë dhe kalojmë një vakt të drekës, sidomos për ata që janë të rinj, u pëlqejnë shumë, por jo dhe mosha jonë nuk i do këto gjëra. Në fakt, këto recetat me kaq shije siç na i përmendë dhe na i përshkrove ti, kanë përshtypjen që nuk kanë fare përzgjedhje moshe dhe sot e di si i ke zgjedhur Kati tipike për një ditë të vranët, ku nëse zonjat nuk kanë ndonjë angazhim për të dalë nga shtëpia, do të qëndrojnë brenda dhe me siguri do t'i kushtojnë më shumë kohë kuzhinës. Dhe kur qëndrojmë në shtëpi, sepse nuk kemi arsye të dalim, sigurisht që qëndroni me Villa 24 dhe pse jo ndër të tjera përgatisni edhe një ëmbëlsirë që kur të kthehen kur të kthehen në shtëpi nga puna, pjesa tjetër e familjes apo fëmijët, të ketë jo vetëm një vakt të shijshëm me një aromë të këndshme në shtëpi, por edhe një ëmbëlsirë. Ta them pak që sot përgatuajmë produktet Neranzis, po mund të thuash këndin tonë të gatimit. Të fillosh që të thuash atë, unë po hedh 4 lugë sheqer, do me thënë 4 lugë të supës, në tigan, dua ta ngroh pak të sheqerin që ta hedh tek marenga. Ta ngrohësh, jo ta shkrish. Jo ta shkrish, ta ngrohësh. Një ngrohje lehtë, madje do duhet që thjesht një ngrohje lehtë shumë, me që është tigan që nuk ngjit. Nëse do të ishte tigan i zakonshëm, duhemi patjetër që të vendosnim një letër. Tani ndihmon të shkri më shpejt, të tretet më shpejt apo jo, e bën këtë marengën, bëhet më si thua e butë, e shishme, diçka që bëni domethënë në pasticeri. Domethënë ky është një veprim një tjetër shije, e bën që mos të lëngëzohet më marenga. A kuptoj. Edhe 4 lugë do t'i hedh këtu, meqense kam 4 vezë, nëse do të kishim 5 do t'hidhni 5 lugë. Ndërkohë që edhe unë po jam dhe një çik shumë për punën e sheqerit, nuk duhet domethënë që ta kem me shumë sheqer. Ndërkohë këtu kemi vendosur një banjomari, sepse këto të verdhat e vezëve do t'i kalojmë në banjomari. Për të bërë atë pasterilizimin e vezëve. Dhe fillojmë me njëherë tani këtu për të rrahur të bardhat e vezëve dhe më mbrapa do të kalojmë në fazën tjetër. Okej. Ndërkohë, ky proces i rrahjes do pak kohë, do pak zhurmë, kështu që të përfitoj unë nga minutazhi që ty të duhet për të rrahur të bardhat e vezëve, për të parë bashkë me ju në ekran recetat me përbërësit që do të përdorim sot, duke ju kujtuar se gjithçka që do të shikoni në ekran dhe do të gatuajmë në këtë studio sot, mund t'i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve Neranzi, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, duke nisur që nga biskotat savoiardi, që për të realizuar tiramisun me limon do të na duhet një pako biskota, do të përdorim gjithashtu 500 gram mascarpone, kemi 5 kokra vezë që i kemi ndarë veç për atë bardhat edhe të verdha, siç Katia u tregoi. 8 lugë sheqer, cipa e 2 limonëve, lëngu i gjysmë kokre limoni, një filxhan qumësht ose liker limoni. Mënyrën e përgatitjes do ta shohim në vijim. Do të sjellim tjetër sot salmon me salcë hudrash dhe tagliatelle, 4 racione peshk salmon, 1 lugë vaj, 1 lugë gjalp dhe për përgatitjen e salcës ne do të përdorim 2 thelpime hudra, 1 lugë mjalt, gjysmë filxhani lëng limoni. E ndërkohë që kjo recet vijon më tej me pjesën tjetër. Për makaronat që mund të jenë linguine të përzgjedhurat, një pako makarona, 1 botë hudra, 3 lugë gjalp, 1 gotë verë, 1 limon,
krip, piper dhe majdanoz për servirje. Këto ishin Derit për recetat. Ty që i ke bërë ganti për ne sot. Ashtu, ndërkohë që këtu fillojmë edhe shtojmë sheqerin në mënyrë graduale. Sheqerin e ngrohtë. Dhe vazhdojmë edhe e presim. Të duhet më jo? Jo, faleminderit. Bëhet më kremoze, edhe është pyrshje i kremi pastiqerisë që bënin pastat, dikur. E bëjnë që bëhet dhe ndryshe që shkrihet përgatitet një lloj shurupi edhe hedhin ashtu si fije përi tek të bardhat e verdhe, por ne nuk na duhet kaq shumë sepse ne do ta bashkojmë me të verdhat e verdhe, nuk na duhet ai lloj ajo lloj marenge. Na duhet një marengë e zakonshme, por ndërkohë që mënyra se zhvillova sheqerin na e bën marengën, domethënë që të jetë, si thua, më levatuese, më kremoze. E kuptoj. Dhe në dhe e shojmë në fakt edhe kur të përfundoj të gatuari. Me këtu i do të shikoni nga ekrani, por nëse do të ndishni hapat një nga një, siç Katerina ju shpjegon, e sigurisht do të zgjidhni edhe produktet, sepse duhet thënë që diferencën e bën edhe produkti që ne zgjedhim për gatuaj, do të keni të njëjtin rezultat. Marenga, në momentin që bëjmë këto, domethënë që bëjmë këto flok kështu, themi që marenga është bërë e mirë. Neve kaq e duam që ta kemi të përgatitur. Tani fillojmë të përgatisim të verdhat e vezëve me sheqerin. Në një ritëm të ngadalt. Fillimisht që të tretet sheqeri, pastaj do ta kalojmë në banjomari, atë që thash që neve duhet që të kemi. Të ndihmoj unë aty? Jo, në rregull jam tani. Faleminderit Danila. Që të pasteurizohen vetë, prandaj bëhet kjo. Kërkojmë ndjes tani nga zonja që po na ndjekin, zonja dhe zotrin faktikisht, por duhet bërë kjo procedurë, është shumë e rëndësishme pasterizimi vezëve, sepse nuk është, domethënë që edhe sikur të jenë, domethënë që ta dinë që jenë plotësisht të sakta vezët, se siç e pat neve kishin vezë shumë të mira, dhe atë që them gjithmonë kur ruajnë formën e tyre vezët, tregon që janë vezë të mira. Mirë është ta përzijmë dhe ta rajmë sa më tepër, domethënë sa më shumë, që të filloj të ndryshojë ngjyrë dhe të rrisë volumin. Dhe atëherë themi se e kemi gati këtë kremi të verdhave të vezëve. Ne këtë veprim e kryejmë duke e hequr sobën atë tenxherën nga vatra e sobës? Jo, apo mund ta lëmë sipër? Ti të ka rëshqitur. Mendova se e hoqe se duhet lëvizur. Okej, duke e rraur, ka ti iku nga soba, pak nga pak. Iku ama shumë. Se nuk donë të ka shumë temperaturë, do me thënë. Po, jo, e do. Aty mbajeni. Nuk do temperaturë të lartë, kjo është shumë e rëndësishme. Në momentin që ka marrë, do me thënë, vlim uji, e ulin fare temperaturën tek njëshi dhe bëjmë, do me thënë, në mënyrë, do me në atë temperaturën. E ndërkohë tek sa rrihet, ne shohim që ndryshon edhe ngjyra, nga ajo e verdha e theksuar e vezës, fillon të bëhet në më krempra dhe ju besoj e dalloni nga ekrani që do të thotë ka filluar të bëhet procesi i pasteurizimit. Po, çfarë do të bëj? Ai limoni i madh ka më tepër cip, i kam të lara unë. Çfarë ti bëj, ta griun? Jo ta grish, më heqi cipën. Pra, ose hajde vetë të ta bëj unë. Me uja. Ja, bëj edhe pas se sa më shumë ta bëjmë, aq më mirë është. Okej. Edhe neve të bëjmë këtë, sepse tham do ta bëjmë me shijen e limonit. Okej. Ja, kështu i kemi ndarë punët. I ndam punët sot. Mirë është në kuzhinë, do me thënë që ndonjëherë kemi nevojë edhe për një ndihmës. Prandaj themi është shefi, është ndihmësi. Edhe ndihmëse, unë jam ndihmësja në këtë rast. Edhe pse Kati e ka gjithmonë me dëshirë të bëj gjërat vetë, aq merak e ka gatimet, sa që edhe kur më lënë ndonjë punë lë këto pazarar. Kam besim të prua, do me thënë.
Kështu që e di, atë që e bën me merak. Kështu që... Jemi më orën mirë, jemi 98 minuta që do të thotë besoj që do ta fillojmë dhe do ta përfundojmë, po. Shumë mirë, kur të kthehemi, kemi receta të tjera shumë të shijshme sot. Duke ju treguar gjithashtu edhe disa produkte specifike, si linja e Dr. Shari, që ne e prezentojmë shpesh, duhet thënë, apo pasta Kloripulja, por gjithmonë ja u kujtojmë që të bëni diferencën e produkteve që gjeni në treg, dhe ka disa marka që janë ndërkombëtare, të cilat në Shqipëri gjeni vetëm nga dyqanet në Ranzi. Ndaj edhe unë kam me qef t'ju a them her pas here, siç ishte edhe kjo që ju po shikonit në ekran, pra që ishin pikërisht makaronat. Po gjithashtu edhe toni, salmoni, odiatra. Faleminderit shumë Anila. Bëjmë dhe pak aktivitet fizik. Na kati që bën mirë dhe për muskujt e duarve. Ja, shiko se sa e mirë u bë ky kremi tani. Dora jote e bëri akoma më të mirë. E shiko. Kërkojmë ndjes për zhurmën që krijuam këtu në studio, por që faktikisht duhej bërë kjo gjë. Tani ti tregojmë se si janë këto të dyja këto masat. Ja, ky është kremi. Ja vleti kjo zhurmë. E shikon? Ky është kremi perfekt. Nuk lëngëzon e verdha, u bë kjo. Dhe merr dhe një shkëlqim. Me shkëlqim dhe shiko se sa e mirë. Edhe u pasterilizua nga pjesa e ujit. Kemi grirë edhe. Tani të lutem Anil nëse atë sobën ta fikim. Këtu kemi cipën e limonit. Shikojeni, domethënë tani s'ka nevojë se do ta hedhim këtu apo do ta hedhim atje. Kudo që ta hedhim, po ja hedhim këtu sa e mirë kjo cipë e limonit. Të mbaja pak për dekor. Po s'ka gjë se grija të tjetër. Kemi limona sa të duash. Kemi limona vërtet. Po, si që ka bërë kaq e mirë. Shumë e mirë. Dhe gati që e bërë reklam punës vetë. Po. Tani të hedhim këtë. S'ka gjë do ta hedhim me lugën e kremit, se në krem do ta hedhim të gjithë këtë mascarponen. Shiko. E do në fakt. Po, dhe kjo doli. Është. E shikon se sa mirë. Fantastik. Një djath fantastik. Shumë mirë është. Këto të dyja nuk na duhen më. Heqim. E ndihmoj pak fillimisht me lugë, edhe më mbrapa do ta bëj me rafsen e vezëve, sepse dua që ta përzijem mirë. Tani të lutem Anila, këtu kam edhe këtë që do të hedhim qumshtin, që të zbutim biskotat. E shiko thjesht fare, nuk është se kemi shumë përbërës, po hidh pak sepse ato e thicin në fakt. Se tu kishim një kështu neve këtu që... Kjo është një paketim 1 litër, dikut e gjysma, që të zhyten biskotat. Sa trashësia e një biskote, po e lë, se po që e shtojmë për sëri. Isha një kap, se që mos i zëni me dorë, po s'ka që tani. Cilat biskotat? Po. E i kapim dhe me një pirun, po që vetëm se nuk duhet të na thërmohen, do t'i lëm. Jo, ato duen me njerë, mos t'i lëm fare brenda. Tani këtë... Në ngellit kjo këtu pak të luga, po... Shiko tani, që mos të ngellit, mos marim lugë tjetër. Në shtëpi dhe ja kishim gjetur zgjidhjen asaj. Po, këtu. Këtu. Këtu si t'ja bëjmë. Ja lëm këtu te kjo që kemi. Tani, një përzierje të mirë që të bëhet edhe kjo një trajt kremoze. Një kremë që nuk e di shtu femë. Ja, ku keni në ekran vazhdimisht recetën e tiramisus me limon dhe gjatë kohës që ne gatuajmë e përgatisim. Pra, shikoni edhe një herë në një përbërës që mund që ketë kaluar kështu si pamendje. Po limon, kështu që do hedhim gjysmën e limonit. Ja, limoni im s'ka fare, kështu që unë e hedh direkt. Do me thëmë përveç cipës të limoni, do të përdorim edhe... Lëngun e gjysëm limoni, është të mjaftueshëm, nuk ka nevojë për më tepër. Shumë mirë. Ta bëjmë edhe një përzierje. Ju në shtëpi, po doni, bëjeni dhe pak më tepër, vazhdoni dhe pak, por edhe kështu është shumë mirë. Diku në 2 minuta në 2 minuta duhet ta përfundoj. Mendon se të paktën të bëjmë rreshtin e parë edhe ta kemi të qartë si do të shtrohet në tavë. Biskotat savoiardi, besoj se
një njihni, janë këto biskotat kështu, të cilat përdoren për tiramisun, janë të buta, janë të forta, po zbuten shumë shpejt me njerë sa po futen në qumësh dhe duam pak kujdes, pra mos të lini shumë gjatë, se ndryshe do të shpërbëhen. Ja, shis ju bë kjo kremi tani, për të... Nga poshtë lartë, për të mbajtur atë, si të thuash, një krem shumë i mirë. Okej. Jemi në rregull me kremin. Ajo që ngeli, po faleminderit Anila, tani do t'i marrim me dorë, por neve... Po me dorë, se duart e katit lahen 100 herë në... Të kemi këtu. E mira është të zgjidh një tavë, një enë katrore, që ta keni më të lehtë t'i shtoni. Për ta servirur dhe për ta... 1 minutë kohë kemi. Ja. Ta e mbarëm thua, po ta vazhdojmë kur të kthehemi. Mos na shkrijë. Neve edhe mund ta vazhdojmë kur të kthehemi. Kush, si thua ti? Ajo përgatitja, apo e lëm në frigorifer atë? E lëm në frigorifer. Tash mos shohet edhe bien në qëllosët. Edhe... Dhe po. Do Në prej. mes atë, po. Më mirë është. Të lëm në fund fare atë. Këto biskotat nuk shkojnë dhe mas njëherë. Jo, i hahen dhe hedhim. kështu. I hedhim edhe kështu. Okej. Tani, Bëm një shtres me biskotat, është e hedhim kështu tani me që... Gjysmën, Po. Do bëm dhe një shtres tjetër. Edhe një shtres tjetër dhe gjysmën tjetër do ta hedhim lartë. Okej. I bëm pak si me shumë ne po ja. Mirë, se nuk është se do na mbetet shumë për të treguar. Do ta lëm kjo duhet të lënë me patjetër në frigorifer pastaj. Mirë, ndërsa ne me patjetër duhet ta mbyllim. Në rregull, mund ta mbyllim, të përmbledhim këto gjëra dhe ta rësillim në momentin e fundit që duhet bërë, domethënë, shtresa e fundit edhe ajo dekori me... Pjesa më e rëndësishme ishte përgatitja e kremit. Kjo është shumë e rëndësishme. Që ne e treguam shumë mirë. Atëherë ndajemi për pak, ne sistemojmë pak këtë kuzhinën tonë dhe kthehemi pas fleshit informativ të orës 9:30. Jemi rikthyer në studio, jemi në transmetim të drejt për drejt në këndin ton të gatimit në Vila 24 për ta vijuar punën në përgatitje në përfundimin e një tiramisuje të shkëlqyer që Kati ka menduar për sot. Atëre të dashur Anvisa, ne ju pritëm, nuk e përfunduam tiramisun, këtë kremin që neve e kishim bërë gati, e lam në frigorifer dhe e nxorëm tani në moment dhe shikoni do me thënë se qa kremi është. Një krem shumë i mirë. Mos hezitoni ta përgatisni në familjen tuaj se vërtet do të ngeleni shumë të kënaqura, është diçka shumë e thjeshtë për të përgatitur, por shumë e shijshme dhe e shëndetshme, mund të them. Atëre, si kemi vepruar neve? Kemi patur vezët të cilat i ndam të bardhat me të verdhat dhe hodhëm në mas të barabartë 4x4 luk sheqer, edhe të bardhat, edhe të verdhat, por unë faktikisht sheqerin e të bardhave e ngroha pak. Bëjeni dhe juve këtë se bëhet ajo si tuash shumë kremoze, bëhet shumë i mirë, do me thënë kremi, do me thënë marenga. Kështu që bëjeni këtë veprim, po thjesht se ngrojeni sheqerin, jo të filloj të shkri. Duhet shumë kujdes këtë dhe kur filloni që të përgatisni atë marengën, e shtoni në mënyrë graduale sheqerin duke e përzierë dhe ju e pat, ndoshta ato që nuk e kanë parë mund të na shikojnë, do me thënë në YouTube, atë që thotë Anila. Në 2 kanalet tona zyrtare. Ç'është e vërtetë Anila ka zonja që nuk e funksionojnë dot atë. Unë shoh që zonjat, jo vetëm që e klikojnë kuzhinën, po shoh që të bëjnë komente për ty. Ka sa që më thonë Katerina nuk futemi dot ne vetëm. Shiko, ka sot zonjat i ke me Instagram, me Facebook, me rrjetet sociale, me sigur që na gjej. Nëse jo, në telefonin tuaj, keni atë logon e YouTube-it, shkruani aty News 24 ose Vila 24, është shumë e thjeshtë, gjeni video tona dhe klikoni të preferuarën. Atëre gjithsesi, neve, siç thash që i ndam të bardhat me të verdhat, filluam bëm atë marengën fillimisht që mos na bëhet ajo rafsja, do me thënë se duhet atje e tjetë e pastër rafsja, pastaj tek të verdhat nuk është problem. E kaluam në një banjomari që në këtë e bëjmë vetë. Pra është një tenxhere që vendosim me ujë, që të filloj që të valoj ujë dhe pastaj e ulim temperaturën, nuk ka nevojë që të vlojë
në momentin, sepse na bien edhe lëngje brenda ujë, do me thënë avuj brenda tek të verdhat e vezëve, gjë që na prish atë strukturën dhe nuk na bëhet ai kremi i mirë, siç e pat edhe juve. Ne ulëm temperaturën dhe filluam që ta punojmë aty për të pasrealizuar vezët. Kjo prandaj bëhet ky veprim. Ndryshe mund ta bëni direkt. Nëse e dini që keni vezë fshati sa i kanë bërë pulat dhe keni marrë juve dhe i përgatisni, s'ka nevojë të bëhet kjo banjëmarrja. Në rast të kundërt duhet bërë ky veprim me patjetër që të jemi të sigurt për të verdhat e vezëve. Pasi u bën, do me thënë, si që pat që u bën një krem i mirë, bëm bashkimin, pastaj këtu hodhëm cipën e limonit, hodhëm 2 limonve, është mirë, do me thënë, të hedhim pak cipë që të ndihet, dhe shtrydhëm dhe gjysëm limoni, jo më tepër është mjaftueshëm. Gjithashtu shtuam edhe një 500 gramsh djath mascarpone. I bëm një përzierje, shtuam dhe marengën, i përzijem të gjitha bashkë dhe përfituam këtë kremin, që e shikoni se sa i mirë që u bë, një krem që nuk kuptohet se është bërë me mascarpone dhe me vezë. Filluam shtresën e parë, të cilat biskota neve thjesht në qumësht i zbutëm. Do me thënë, i bëm një situash lyre të lehtë, jo të zbuten, thjesht i kalojmë në qumësht dhe i vendosim. Bëm shtresën e parë, hodhëm këtë kremin, kemi bërë, si që shikoni, shtresën e dytë dhe jemi gati për të shtuar edhe pjesën e kremi tjetër. Dhe kështu, tiramisun do ta kemi gati. Të përfunduar. Në fund fare do t'i hedhim prapë cipë limoni, sepse ajo është, e ta hedhim të gjithën. Po, hidhe se ai është goxha kremos dhe fillon në përhapet vetë. E kemi, do me thënë. Endo. Duke kujtuar që është një ëmbëlsirë e cila duhet të qëndrojë disa orë në frigorifer e më pas të konsumohet, shumë e shijshme, është ndër ato ëmbëlsira që preferohet nga të gjithë dhe e përgatitur nga duart tuaja me produktet e zgjedhura dhe me recetën e Katerinës, e sikur që do të keni një rezultat të shkëlqyer. Kemi ende... Jemi vonë, thoti? Jo. Kemi ajo më të meron, ajo 14 minuta, jo. Ajo vona më të meron. E po, nuk do ta them më, Kati, edhe kur jemi në fund fare, nuk do të them sa pastaj edhe... Që të mos jo mirë është kemi ko për recetën tjetër. Se thjesht është, ndërkohë që do vendosim ujin këtu për të zjerë makarona. Prit tani, ta marim në shtëpi me dorë do t'i vëni ju ato fezat e limonit, që të duket që kemi bërë tiramisu, hodhëm cipën e limonit, tani kemi një pincet këtu neve, ta bëjmë. Kjo të kishte humbur shpar? Jo, ishte një gjë tjetër. Thash se do të na tregosh që e gjete. Jo. Ajo ishte për biskotat, po dhe me këtë mund të bëni biskota. Atëherë, disa zbukurime kështu nga sipër. Thjesht që të ketë atë iden që neve kemi edhe limon. Sa bukur doli? Na dolën dhe këto, si të thuash. Lulet e vogla të... që i shkojnë faktikisht, ose borzilok, ose ndonjë mandërt. Edhe aromën e kanë shumë të mirë dhe me limonin shkojnë shumë. Smori pozicionin e mira, jo bollë aq. Në ekran keni recetën tani, recetë të rikthyer në këtë pjesë të dytë me të gjithë përbërësit që ju duan për të përgatitur këtë tiramisu me limon, kaq të bukur e me këtë aromë limonit që ne ndjejmë në studio. Ndonjë gjë ti Anila që unë të them. Çfarë të them? Lexojmë recetat. I shohim së bashku në ekran. Tiramisu me limon sapo ka përfunduar, një ëmbëlsirë shkëlqyer që duhet qëndrojë në frigorifer, po ju kujtoj të mirë sa ne sot po gatuaj me produktet Neranci, ndaj. Këto janë përbërësit që i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve Neranci në Shqipëri e në Kosovë, duke nisur me biskotat savoiardi që bëjnë diferencën e përgatitjen e kësaj ëmbëlsire, që të keni atë cilësinë maksimale si në një pasticeri, 500 gram mascarpone, 5 kokra vezë, 8 lugë sheqer, cipaj 2 limonëve, lëngu i gjysmë limoni, 1 filxhan qumësht ose liker limoni. Receta e parë ishte kjo e tani ne do të nisim përgatitjen e salmon me salcë hudrash dhe tagliatelle. Na duhen 4 racione peshk salmon, 1 lugë vaj, 1 lugë gjalp, salca, 2 thelpinj hudra, 1 lugë mjalt, gjysmë filxhani me lëng limoni. Vjojmë te 4 racione për makaronat, linguine. Lori Pulja është marka për t'i gjetur më kollaj në Neranci, na duhet 1 pako makarona, 1 boçë hudra, 3 lugë gjalp, 1 gotë verë, 1 limon, krip piper, majdanoz për servirje. Dhe tani jemi gati, kemi kohë rreth 12 minuta. Tamam. 13 për ta marrë një hua, pasor do kalosh këtej, do gatuash këtej? Ande do gatuaj, këtu do vendosim ujin që të ziejë makaronat tani. Atëherë ndezim sepse dhe le ta mbajmë këtu tiramisu neve që ta kemi prezent në tryezën tonë, po sigurisht që më mbrapa do ta vendosim në frigorifer. Po për momentin le ta kemi këtu.
Ndërkohë neve sot do të bëjmë me këto makarona, tani atë që thamë për pilaf me peshk tonë, le ta bëjmë një herë tjetër, le të mbarojmë këtë të përfunduar dhe të treguar ashtu siç duhet. Më mirë. Se shumë e rëndësishme këtu. Do të valoj ujë, do të hedhim gjysmën e sasisë të makaronave, se aq kemi neve për masin që neve kemi këtu. Ndërkohë që këtu te tigani do të vendosim për të përgatitur salmonin. Pra, tek kompania Neranci mund të gjeni edhe një paketim, do me thënë, të peshku salmon, që është i gatshëm. Janë këtu. Okej. Shumë mirë duket të. Tani, do të hedhim një lugë vaj, një lugë gjalp fillimisht. Në tigan, okej. Edhe ujë më duket se edhe pak do. Ka filluar të marri nxehtësinë. Pra hedhim një lugë gjalp të freskët. Do na duhet më mbrapa për të bërë edhe ato të makaronave. Të hedhim, hajde hedhim nga ky vaj. Okej, mbaj ulliri. Mjaftueshëm është, sepse vetëm me gjalpi digjet, kështu që duhet me patjetër. Gjithmonë duhet shoqëruar me pak vaj. Të marr një pjatë këtu që të shohim se si do ta përgatisim makaronat me salmon. Një recetë shumë e mirë për të përgatitur. Nuk ka nevojë që të lahet. Jo, absolutisht. Sepse është e paketuar në këtë mënyrë që s'ka nevojë. Me super siguri e super cilësi, janë fileto salmoni që mund të përdorni edhe për receta të tjera, për ju që e keni dëshirë salmonin, mbi të gjitha është shumë i shëndetshëm, ka shumë vlera. Ka mënyra të ndryshme, mund ta përgatisin me spinaq, mund ta përgatisin, do të thonë që përgatisin bëjnë edhe sushi. Po, edhe për një lloj tjetri, por edhe ky. Atëherë, shojmë edhe njëherë ujnë, ka ti mendoj që ata lë zbuluarun këtë, se po kërcet? Lëre, mos të bëj zhurmë. Edhe pak do, sa të marri val mirë, po. E ke ngrohur gjatë shkëputjes ti ujnë, Po, e kam ngrohur dhe kam bërë gati, prandaj dhe filloj që të bëhet shpejt. Tani, të marrë të kapsin këtu tani me që e kam. Me kapset e paske punën sot? Ta bëjmë një qik më... Ta bëjmë një qik më këshu. Ja i vej këtu që dua të heq këto lëngjet. Të cilat janë në një paketim për të ruajtur të freskët. E fajmë në një pecet që mos në kërcasi dhe ka në me njërë në tigan. Në tigan. Edhe krip me njëherë. Ndryshe nga mishi, peshku e do kriposin madje edhe që në momentin këtu, para se ta hinin në tigan. Sepse do që të forcohet peshku, ndryshe nga filetoja e pulës dhe ndryshe nga mishi. Piper të freskët. Edhe talëm pak, do me thënë, ta bëjmë nga njëra anë, dhe pastaj ta kthejmë edhe nga ana tjetër, sa jo të më bëhet. Ti kishim shtuar edhe makaronat se uji ka vluar, që të... Ja, urdhëroni, la gjysmën e takos, është mjaftueshme. I do t'i lë të gjata, apo ti ndaj në mes? Të gjata. Hudra, 2 thelpin hudrë, sepse do të bëhet një salcë fillimisht për pjesën e salmonit. Gjysëm? Ndoshta edhe më pak. Për person, faktikisht duhet të pina disa, nga një të kapur. Ja, kaq. Një të kapur është. Mirë. Unë po bëj 2 të kapura. Bëjmë. More, bëjmë më tepër. E krip. Edhe krip hirvi nga kjo. Nga jo. Që mos të rish të... E shtuam edhe kripën. Shumë mirë. Të filloj do me të nësa të marim valë dhe i ulim edhe me dorë dhe me një këshur. Ja, sa të filloj. Që po bëjmë këtu? Hudrat. Ja, hudrat. Hudrat. Do hedhim një lugë mjalt, hudrat. Mjalt? Po. Edhe pak limon. Kam këtë lëngun e limonit, që do bëjmë një salcë.
tepra. Prit ta kthejmë një herë se mos na ashtu. Se është shumë delikat. E vërtet, salmoni është shumë delikat. Salmoni nuk do shumë temperaturë, do me thënë dhe kohë të gjatë. Kështu që është në rregull kjo hudhër. Pastaj na duhen hudhra më tepër për të bërë ato makaronat. Këtu do të hedhim edhe një lugmjak. Për pjesën që kemi neve, se 2 kemi, do të hedhim gjysmë lugmjak, është shumë një. Për ato 2 copa salmone. sepse Nëse duhen do gatuajmë më shumë, shtojmë sasinë. Si të bëjmë çdo gatim tjetër. Paksojmë ose shtojmë. Edhe limon. Kemi këtë. Edhe gjysmën tjetër do ta hedh pastaj në pjesën tjetër. Hudhra të grira imët, mjaltë edhe limon. Salmoni kaluar në tigan, me gjalp edhe vaj ulliri, kthyer nga të dyja krahët, kriposur edhe shtuar gjithashtu edhe piper të zi. Ta kthejmë edhe një herë këtej. Edhe sa të më bëhet kjo, prit të ul pak makaronat. Gjatë kohës që përgatisim salmonin dhe makarona do të jenë sirë, besoj nuk duan shumë kohë. Jo. Nuk po ja gjej. Al dente, do me thënë, jo shumë zirë qullë, kjo është al dente. Al dente është në gjuhën që... Jo, 100% të zirë asë. Anila, lutem bëjnë që kujdes sa mos Mos delë. të delët ka panko, e Po, faleminderit që ti heqim këto tani neve. Ta mbajmë peshkun këtu. Peshku, salmoni duhet hequr nga tigani. Po, ja do ta heqim ato këtu, po para se ta heqim do hedhim të salcën. E prandaj po të pyesja. Po. Do ja shtojmë aty apo do ja heqim? Heqim. Faleminderit. Hoqa. Tani e tërheqim këtë. E hedhim edhe pak nga ky lëngu. Po këtë lëngu tani nuk është se do na shkoj dëm. Ai duhet jetë shumë i shishëm. Këtu do bëjmë edhe salcën edhe tani. Po pra, ka shijen e salmonit që ka lëshuar pjekja, ka aromën e hudrave, të vajtit të gjalpit, të kripës piperit, të mjaltit e limonit, kështu që ja, është lëngu aty ka gjithë shijen. Do i hedhim pak nga ky lëngu neve këtu, që ta kemi pastaj për servirje. Okej. Edhe pjesën tjetër do ta kemi tani këtë, se do shtojmë gjalp tani këtu brenda. Po? Për të bërë makaronat. Këtë ta heqim se s'na duhet më. Okej. Pra, salmoni aq ka? Aq ka salmoni tani, mbaroi salmoni, por thjesht duhet të bëjmë salcën për makaronat. Për makaronat. Po. Që do të bëhet me tani këtu kemi më tepër hudhra. Ta bëni ta bëj kështu një herë dhe pastaj ta duhet të grihen imët këto, që mund t'i bëni edhe në rende ose në makinë grishse, po edhe kështu. Mos më bëj këtë zhurmën. Gjithmonë kjo. Petet ndihmon, e vërtet, edhe që të mos rrëshkas në rasta, edhe që mos lëviz. Edhe pak. Që unë mos të them sa ko kemi, sa ko do kjo receta? Kjo receta tani s'do, do me thënë nëse makaronat besoj se janë bërë gati, s'duan 2 minuta, do me thënë, sepse këto thjesht një nuk do shumë ko. Këto hudrat na bezdisin një qik, tani që ndihmuan pak me krip, Gja hudra kemi përdorur? Po, duan hudra, do me thënë për gjithë pakon e makaronës duhet një kokë hudër. Ajo është që do t'i japi shije. Kuptoj. Edhe plus edhe shijen që kanë nxjerr tani ajo
pjesa e salmonit, tani jemi gati, nuk ka nevojë për më tepër, është mjaftueshëm pjesa e hudrës, ajo që ngelet. Shtojmë gjalpin. Gjalpi, kjo lugë e pastër. Po. Sa hodhëm ne atje, atëre edhe pak gjalpë, se është, nuk ka nevojë për më tepër, është mjaftueshëm gjalpi. Të vendosim përsëri, sa të shkri gjalpi. Kjo është shija që ka ngelur nga pjesa e skuqjes së salmonit. Do të shtojmë edhe hudrat. Po. Do të shuajmë me verë edhe me lëng limoni. Ti heqim të se. Hudrat nuk është se duam shumë, duke qenë se janë të lira ime, duhet kemi kujdes se digjen me njëherë. Jemi gati. Besoj se edhe makaronat janë Gati janë dhe makaronat. pothuajse të përfunduara. Ka i duan hudra thjesht të lëshojnë aromën, të shkri gjalpi, ndërkohë dhe gjalpi lëshon aromën, këtu na plotësohet me kripe dhe me piper, që do hedhim edhe pak më mbrapa, tani e shuajmë me lëngun e limonit. Okej. Dhe më pas me verë të Me kuqe, verë. Çfarë do lloj vere? çfarë të kemi? Mirë është Okej. me verë të bardhë. Por kjo vera është enkas Për gatim. Është verë gatimi. Okej, dhe nuk vjen e kuqe me ç'po shoh? Jo, nuk është një verë kuqe, është një verë tipike gatimi. Si tip rozeje që është për gjitha llojet e gatimeve, prandaj quhet verë gatimi. Masala. Tani E lëm ta duhet me avulloj. patjetër ta lëm që ta avulloj alkooli, të marrun tenxherën këtu, edhe jemi gati. Opa. Dhe kështu do ta përfundojmë këtë recetë Ta afrojmë edhe një pjatë, plot me shije, me shumë aromë këtu në duke ta fikim këtu. të pastrojmë me një pecet. Mbaj këtu këtë sa duhet më. Këtu thjesht tani Piper. piper. Dhe shtojmë Ne makaronat. do shtojmë makaronat. Po më duhet, sa kemi kohë akoma Anila, se më duhet pak të më avulloj alkooli që mos të. Po, ne kohë, nuk është se kemi shumë, po Se tani s'do ajo, thjesht një ngrohje, do po e presim një alkoolin minutë. doja që të Bëje ta ma- mame, presim një minutë, është sa të avulloj alkooli derisa ti të na thuash që jemi gati. Të vendosim salmonin në pjatë. Faktikisht nga një duhet për person. Tani ne do i vendosim të dyja. Ne i vendosim të dyja, me qenë se i kemi të dyja. I vendosim të dyja, thua? Po pse jo, dhe vëm pak makarona. Ashtu. Vëm pak makarona këtu. Ja, tani janë bërë gati. Okej, po. Edhe duhet të themi këtë, afrojmë tenxherën këtu te tigani, nuk i kullojmë, se duam që t'i kemi me lëngjet e tyre makaronat. E lëm pra derisa shija të shpërndahet në të gjitha Me makaronat. aromë mirë. E sigur që është një pjatë shumë e shijshme. Ti hedh pak ujë nga e makaronave, se ajo e lidh. Po. Lidh edhe salcën, Dhe e shërbim. edhe kemi gati. Po. Tani majdanoz të freskët, do ta hedhim në momentin që do ta servirim, ta afroj këtu dhe ta servir. Shumë mirë. Pra sot kemi përgatitur këtë pjatë me makarona dhe me salmon,
dhe një tiramisu me limon. Këto kanë qenë 2 recetat për sot, makaronat do të shihni në këto momente. Tiramisun e keni parë. Ju kujtoj se pak minuta më vonë, duke vizituar faqen Balkanweb, do të na gjeni edhe me recetat e ditës së sotme, një mënyrë e lehtë për të mbajtur shënim edhe recetat që ndoshta nuk e keni parë dot live në këtë transmetim të kësaj dite të mërkur. Gjithashtu, në të njëjtën kohë keni edhe videot e kuzhinës, të cilat shpjegojnë edhe një herë nga Katerina mënyrën se si këto 2 receta janë sjell që nga fillimi e deri në fund, që duken të bukura, të shijshme, ndryshe, moderne, nuk kemi të tradicionalet sot, por kemi sjell 2 receta për të mësuar e për të shijuar. Nuk janë shumë për shijen tonë, do të thënë, sigurisht që do të hedhim pak më tepër. Në sasi thua ti. Po mirë, ne kemi sjell bukur për të parë nga ekrani. Në shtëpi mbusheni sa të doni. Kështu që ndajemi Katja. Thjesht mënyra se si u përgatit këtë duhet të dinë Anvisa. Tani për sasin ato e din vetë, secili sipas shijes dhe oreksit. E rëndësishme është që një pjatë e shëndetshme, një pjatë shumë e mirë, sigurisht që nuk është kanë që kosto pjesa e salmonit, por nuk është se po e bëjmë çdo ditë. Mirë është një herë në aqe në kaqe të ndryshojmë dhe shijet tona të përditshme. Kati të lumshin duart. Nesër recetat të tjera që në mëngjes këto. Me ide të reja, mundohemi t'i sillim sadopak në ndihmë, do me thënë të vim në ndihmë Anvisave. Atëherë përfundojmë edhe për sot, duke ju uruar Anvisave të kenë një ditë bukur në vijim. Dhe takojmë këtu nesër. Nesër, patjetër që po. Me Katin nesër që në mëngjes. Ëmbëlsirën time që më jep atë që them gjithmonë, më jep energji pozitive, që të ndihem mirë dhe më duket sikur nuk jam në studio, por sikur jam jashtë që po vizitoj. Faleminderit shumë. Është kënaqësi e dashur. Faleminderit. Ndahemi për pak publicitet e më pas takohemi bashkë në këndin e të ftuarve. Do të jemi pas pak me Alken Çuko, nutricionisti, ku do të flasim me siguri për këshilla shëndeti shumë të vlefshme.